Janë pamje të ushtarëve serb të zënë rob nga ushtria çlirimtare e Kosovës. Ata u kapën nga ushtarët e brigadës 141 Meh Uka në zonën e Shalës më 6 janar të vitit 1999. Aso kohë komandanti i batalionit të parë ishte Hajzer Istrefi. 27 vjet pas, Istrefi kujton momentin kur ushtarët serb u futën në këtë fabrikë në bare të Mitrovicës. Ka qenë një lloj euforie qaq e madhe diqysh edhe kërkesat e ushtarëve që janë konë këtu, se këtu ka qenë grumbullimi ose baza kryesore e ushtrisë të brigadës 141 Meh Uka. Ajo ka qenë një kërkesë e ushtarëve se duhet t'i pushkatojmë më njëherë. Unë kam ndërhy, kam thonë, këtu kënej, unë e marrë përgjegjësinë për ta, ju nuk duheni të merrni me këtë çështje, edhe duhet përgatitemi se ndoshta pas këtyne fillojnë me ardhë edhe forca tjera ushtarake, me ditë se çka ndodhe me këta. Edhe të gjithë ushtarët që kanë qenë këtu duke pushuar prej ndrimeve që kanë qenë, me i qitë në vit frontit, me bo përforcimin e vit frontit, edhe me pas nën kontroll krejt këtë gjendje dhe këtë pjesë. Këtu kemi marrë në pyetje udhëhecin e tyne, unë dhe Minbegu, edhe ai na ka dëshmuar dhe na ka treguar kjo ardh, cili ka qenë qëllimi e ardhes edhe i hyrjes tyne në këtë zonë. Nga këto duar lidhur e sy mbyllur, të 8 ushtarët serb u sollën në këtë shtëpi. Istrefi rrëfen se robot u trajtuan në bazë të rregullave të luftës. Vazhdimisht kemi qenë të kërcënuar edhe pej strukturave ushtarake dhe politike të Serbisë, por edhe faktorëve tjerë, se Serbia është e gatshme që brenda 24 orëve me di këtë vend dhe me nxjerr ata pjesëtarët të ushtrisë saj që i kishim zonë neve, mirë po neve absolutisht nuk shumë për në këtë drejtim, edhe trajtimi i tyne ka qenë trajtim, si mbas gjitha normave edhe rregulla ndërkombëtare si trajtohet një rob i luftës. Më kujtohet një prej tyne, një majriu, i cili mu drejtua se e kam një kërkesa muj ta shpreh, thash fol. Tha unë pe di që ju po na çoni më na pushkatua, tha po kërkesa ime e fundit kish me qenë se unë i kam dokumentacionin këtu në xhep, me ma informua familjen se ku po mbetem unë. Edhe ishte në një frikë shumë të madhe. Edhe unë ju kom drejtua se neve, edhe pse jemi një ushtri vullnetare, jemi ushtri që zbatojmë ligje, kemi rregulla, dhe absolutisht neve nuk do t'ju pushkatojmë, po neve po ju transformojmë, po ju transferojmë vërtet prej këtujt në një vend tjetër. 8 serbët, ish komandanti i Strefit tregon se vendosën t'i shkëmbenin me 9 ish bashkëluftëtarë që gjendeshin në Nish. Edhe ky ka qenë rasti më i mirë për me pas një lloj barazimi që ata edhe na me i liru, po edhe me nxjerr edhe shok tonë prej atij burgu dhe me i liru kënenaj. Vazhdimisht, para se me i liru, kemi qenë të kërcënuar edhe nën presion për gjithë faktorëve, veç me i liru, pa i marrë në konsiderat me i liru ata ushtarët tonë. Mirë po, edhe komandanti i zonës operative, General Rahman Rama, po dhe struktura tjetër e ushtrisë shqiptare të Kosovës kemi qenë qaq të bindun edhe kemi qenë qaq të vendosur që përpa u bo këmbimi i robëve të luftës nuk i lirojmë. Ai kujton edhe një kërkesë që e kishte komandanti i zonës për ta. General Rama ju ka thonë, ju sot po lirohni edhe po shkoni të lirë në shtëpiat juve, dhe më thonë familjet e juve, edhe na normalisht që jemi në një farë mënyrë e mirëpresim këto që jënë kriju kushtet edhe rrethonat që ju mu lirua, vetëm një kërkesë e kemi. Ju vetëm e folni të vërtetën, kur gjë tjetër. Edhe ata kanë thonë aty se ne do ta flasim gjithmonë të vërtetën, çfarë ka ndodhur prej që në zonë rob. Edhe vërtet për gjitha aty në intervistave që kemi pas mundësi me ndëgjue, ata e kanë thonë të vërtetën gjithmonë. Ushtarët shqiptar ishin kapur në kufirin me Shqipërinë në pritën ku mbetën të vrarë Muj Krasniqi dhe 41 bashkëluftëtarët e tij.